Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar mbi ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në jetën tashmë të artistëve shqiptar. Në këtë minutash që unë kam përzgjedhur të jem pranë jush, dua të ndaloj pak tek Egli dhe Gjesti, gjithashtu edhe tek Heidi dhe Romeo. Kohëve të fundit, Heidi dhe Romeo, por edhe Egli edhe Gjesti, janë shumë në vëmendje të publikut shqiptar, do të thënë kanë filluar shumë të rikthehen në jetën ros, do ta thoja. Kanë filluar të rikthehen në jetën ros. Do të flasim për Eglin, për Gjestin, për Romeon edhe për Heidin. Katërshja që në fakt na ka mbajtur mbërthyer për ekrani, katërshja që na ka dhuruar spektakël të papar, katërshja që na ka dhuruar dashuri, por katërshja që u ndan në katër rrugë dhe rrugtimet e tyre tashmë kanë marrur kahje të ndryshme. Në fakt, kohën e fundit kam patur shumë mesazhe në inboxat e mi se çfarë po ndodh me Eglin, çfarë po ndodh me Gjestin. Kanë dalur ca thashë theme lart e poshtë, që do me thënë Egli dhe Gjesti kanë një mini raport të mbyllur, një raport që vetëm ato të dy e mbajnë, një raport që vetëm ato të dy në fakt e kanë mes njëri tjetrit dhe në të vërtet ka patur shumë pikpyetje rreth kësaj situate. Tani, nga informacione që unë kam arritur të siguroj, kam arritur të kuptoj që Gjesti është duke u marrë me profesionin. Do me thënë, ja ka kushtuar komplet vëmendjen kohës profesionit të tij, atë që Gjesti do ta sjellë tek publiku shqiptar, do me thënë atë artin e bukur që Gjesti e bën. Ka punuar shumë këngë të bukura, ka punuar shumë projekte të bukura, fantastike që në fakt i solli tek publiku. Është duke u marrur që ta pastron një herë e mirë punën e tij me kompaninë e cila i bëri të gjithë problemin dhe nuk kemi arritur që të kuptojmë nëse ka një do me thënë një mbetje mes marrëdhënies së tij dhe Eglit. Ndryshe nga Gjesti, do me thënë po të bënim një krahasim, po t'i vëm të dy në kandar, Egli ka përzgjedhur që të jetë drejt rrugës së saj, do me thënë drejt artit. Erdhi me një emision goxha të fuqishëm, një emision që në fakt edhe një herë mori vëmendjen e publikut. Nuk e prisnim që Egli do të dilte në një dimension si ky, do me thënë është profesionalizuar shumë dhe sinqerisht mua më pëlqen Egli si moderatore, mua më pëlqen Egli në skenë sepse vërtet i dhuron një dritë të bukur skenës dhe që të dy kam parë që janë të lumtur shumë me rrugtimin e tyre të artit. Tani ka shumë pikpyetje në të vërtetë, do me thënë janë shumë ato pikpyetjet e mëdha se çfarë konkretisht ndodhi me çiftin, a patën ato të dy një ribashkim, a patën ato të dy një ritakim, do me thënë nuk ka një foto apo nuk ka një moment ku Egli dhe Gjesti kanë vazhduar më të takohen. Mendoj që me shumë respekt dhe me shumë dashuri për njëri tjetrin, Egli dhe Gjesti kanë mbyllur rrugën e tyre të asaj që e ndërtuan dhe është një diçka, do me thënë që është tepër e bukur dhe tepër pozitive që mua më pëlqen që do me thënë mbyllen gjërat me mirëkuptim, por nuk mbyllen gjërat me urrëtie, me inate, me mblefe që mund do me thënë të krijohen gjatë një ndarje apo gjatë një situate që realisht do me thënë ndodh tek çiftet e showbizit. Nuk ka një rikthim në marrëdhënien e tyre, edhe pse ka shumë thashëtheme. Do me thënë ekzistojnë shumë thashëtheme dhe unë dua që t'jap analizat e mia, dua që të sjell lajmet e mia që të jemi sa më afër çiftit për të hulumtuar në fakt se çfarë po bëjnë. Tani nga ana tjetër do me thënë kemi Romeon edhe Heidin, të cilët çuditërisht janë rikthyer përsëri në skenë. Unë gjithmonë them që bunari i vjetër nuk shterohet. Romeo dhe Heidi kanë qenë sidomos në dy vera më parë kanë qenë shumë të komentuar, kanë qenë shumë të përfolur për marrëdhënien e tyre.
nuk ka një shpjegim të detajuar se çfarë në fakt ndodhi në marrëdhënien e Heidit edhe Romeos, çfarë ndodhi në këtë histori, nuk ka një shpjegim të detajuar, thjesht Romeo dhe Heidi kanë përzgjedhur që tek publiku këtë marrëdhënie ta tregojnë si një situatë e cila u mbyll me vetë dëshirën e tyre, do të thënë u mbyll me mirëkuptimin e njëri tjetrit, një situatë që ato të dy e mbyllën me dashuri, që kjo në fakt është shumë e bukur për Heidin edhe për Romeon, që gjërat e tyre nuk i kanë mbyllur me inat, por i kanë mbyllur me qetësi. Heidi gjithashtu ka qenë shumë e fokusuar tek pozicioni i ri që ka marrë në televizionin Top Channel, një pozicion që Heidit i ka dhënë një vlerë shumë të veçantë, do të thënë ajo krijoi një lloj lidhje të veçantë me televizionin Top Channel dhe pati fatin që të ketë këtë, do me thënë këtë jetesën e bukur në këtë televizion, ndryshe nga Romeo, që Romeo do me thënë përzjodhi që të ketë medjen e tij, nuk është gjë e keqe, të kesh një media është një super mrekulli dhe kështu që po e jeton dhe po e shijon medjen me shumë kënaqësi, do me thënë. Çifti nuk është se kanë publikuar diçka, nuk është se kanë përzgjedhur që të krijojnë një lidhje dashurie, të paktën në publik do me thënë nuk ka asnjë gjë rreth Heidit edhe Romeos, edhe pse një periudhë pak më parë u përfol për Heidin që kishte marrë ca lule, ca gjëra të tilla, do me thënë dhe dyshoheshte për një marrëdhënie, por gjërat dolën që Heidi nuk ka krijuar asnjë gjë me askënd, edhe nuk është se ka, do me thënë, ka ndërtuar një lidhje dhe këtu është shpresa e madhe e fansave të tyre që pretendojnë se mos vallë mund të lindë një diçka mes Heidit edhe Romeos. Tani, ne kemi qenë mbështetës të këtyre dy çifteve, por në fund të ditës, të gjithë personazhet, të gjithë njerëzit, në përgjithësi domethënë larg personazheve publik, ato janë në fund të ditës janë njerëz, të gjithë zgjedhin mënyrën e tyre se si duan që të jenë tek vetja e tyre, se si duan që të jenë tek shpirti i tyre dhe ne nuk mund të flasim për emocionet, nuk mund të flasim për shpirtin, nuk mund të flasim për ndjenjën e tyre. Ne mund të flasim për atë që ne shohim. Do të ishte e bukur, duhet ta them, edhe një herë që të ishin bashkë, por ato kanë përzgjedhur që të jenë në këto standarde në të cilat janë, larg njëri tjetrit, por duke mos krijuar asnjë gjë të re në këtë mes. Do me thënë që të katër janë shumë të fokusuar tek puna, janë shumë të fokusuar tek krimtaria për të sjellur një krimtari të re, për të sjellur një histori të bukur edhe të re në dashurinë e tyre dhe për të na treguar të gjithë neve që gjërat e bukura nuk kanë nevojë për fjalë, gjërat e bukura duar trokiten gjithmonë në të mirat e tyre. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe jepni mendimet tuaja rreth këtyre që ne komentojmë.